vetes shikojmë që kemi shumë mangësi, dobësi dhe nuk e di se sa realisht nga njëherë dhe thua ja vlen të sakrifikosh në kuptim të një mungese dinjiteti, do ta thosha, shumë të madh që po na ndodh brenda mentalitetit dhe veprimit, por edhe botës, si thua, mentale të tonën, e cila na ka shoqëruar historikisht që jemi e keqja e vetes, që e kthejmë një lloj inati në armiqësi, që përpiqemi duke patur një urrëtie të pafrenuar ndaj një individi, po vendosim pikpyetje të ardhmen e kombit, të ardhmen e shtetit dhe të një sakrifice sublime dhe shekullore, si që ndodh me këtë rast ku kemi mbi 100 dëshmitar shqiptar të paraqitur në Hag dhe kundër Miloševićit, nuk e di a kalon apo s'kalon 50 të tillë. Pra kjo është ajo çfarë më shumë ti na lëndon, duhet ta ndjejmë veten, si thua, në një lloj kuptimi, mos të them të turpruar, por që duhet këtë lloj argumenti ta kthejmë në një aksion absolutisht presioni, do të thosha, ndaj shqiptarëve të pandërgjegjshëm, që duhet t'i thrasin mendje, sepse këtu nuk gjykohet individi, këtu gjykohet Kosova, pavarësia e saj dhe lufta e drejtë çlirimtare e Kosovës. Kjo është ajo çfarë neve tani është momenti për të na shqetësuar për faktin se i kemi krijuar një lloj komoditeti dhe hapësire diplomacisë, jo vetëm serbe, por dhe ruse, që të veprojnë në këto momente në atë çfarë ato e kanë si dëshmi këtë aktakus të prokurorisë, e cila ju vlen për të na sulmuar në arenën ndërkombëtare për çnjohjen e Kosovës, për mos avancimin e saj, nesër për të qenë më të fuqishëm në tryezën e bisedimeve, në këtë dialog i cili për momentin është në avantazh të tyre dhe jo tonën, dhe gjithë kjo ofenziv mund pastaj të krijojë edhe atë efektin sinxhiror që bota serbe, e cila është e ulur këm kryqe edhe në Shkup, mund të ngrejë po pra për të rishqyrtuar lëndën e Tribunalit të Hagës për revolucionin, luftën pra e vitit 2001 në Maqedoni, dhe të krijojë një lloj tensioni i cili mund të riciklohet padyshim në krizat të cilat nuk mund të themi se të kujt natyre mund të jenë, por që kjo do të ndodhi nëse mendoj unë nuk do të kenë një gjykim të vërtet nga Haga për muajt të cilët vinë më pas. Ndërkaq, Dili, ka figura të përfolura për përfshirjen në krime të rënda që nuk janë përballur me procese të ngjashme ndërkombëtare dhe kjo krijon sigurisht atë ndjesinë selektive pra që përdoret. Pse disa dosje, zotja Dili, duket se zbehen me kohën, ndërsa të tjerat marrin peshë jashtëzakonshme, siç është edhe kjo e Hagës që po ndodh tani për Tacin dhe të tjerët? Kjo ndodh edhe për arsye të zhvillimeve të gjeopolitikës, ndodh edhe për aspektin edhe të fajësisë sonë, se nuk kemi qenë ndoshta sa duhet si thua, të përfshirë për të mbrojtur realisht përfaqësuesët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës atje, për të mbrojtur vetë Kosovën, pavarësinë e saj, kështu me radhë. Pra nuk shikoj që kemi një agjendë reale, një agjendë do të thënë intensive, një përkushtim dhe preokupim të cilit i takon rreth parë Kosovës, por padyshim edhe Shqipërisë, apo pse jo të koordinuar njëra me tjetrën për që të kishin ushtruar një lloj diplomacie dhe tryshtie më të fuqishme dhe mos ngeleshte, si thua, vetëm në duart e organizatave të nga lufto, realizuar ato demonstrata, protesta, reagime të natyrave të ndryshme që ne i kemi pa në Bruxelles, në Prishtinë, Tiranë, Shkup, dhe që pritet 17 të shkurt tani të kemi atë marshin e kërkimit të pafajësisë dhe lirisë e jo drejtësisë politike. Pra, mendoj se duhet pranuar që kemi një fajësi jo të vogël edhe ne si shqiptar, them për dy qeverit tona konkretisht, por edhe për struktura dhe mekanizma tjerë të shoqërisë shqiptare. Pra nuk është lëvizur sa duhet, duke pritur në atë çfarë quhet një drejtësi ndoshta reale nga ana e faktorit ndërkombëtar, por duke ditur se çfarë po ndodh dhe na ka ndodhur në histori neve, se kemi qenë gjithmonë të dëmtuar, është dashur
pra që të kemi një lloj platforme dhe një lloj strategjie më mirë të menduar për të vepruar në këto raste. Zoti Adili, ndërkaq çfarë ndodh me besimin ndaj institucioneve ndërkombëtare nëse drejtësia pra përcakton selektive ashtu si e tham, kur pasi drejtësia nuk është vetëm vendim gjyqësor, por nga ana tjetër është edhe perceptim publik, pra nëse një shoqëri e tërë ndjen se procesi është i njanshëm, pasojat më tej shkojnë edhe përtej një sallë gjyqit. Keni shumë të drejtë, nëse vërtet do të ketë një vendim të kësaj natyre, padyshim që shqetësimi do të rritet në mungesë të një drejtësie të cilës ne kemi besuar tek faktori i jashtëm, por jo vetëm ne, këtë lloj ndjesie dhe perceptimi padyshim do ta kenë shumë kombe tjerë, shumë shtete tjera dhe për mendimin tim do të vendoset në pikpyetje legitimiteti i Tribunalit të Hagës dhe që nuk e di se kush mund të jenë më pas veprimet e aspektit politik dhe diplomatik, por mendoj që gjykata ndërkombëtare e Hagës nga shqiptarët pse jo duhet të jetë një institucion ndërkombëtar i cili mos njohë legitimitetin fundja të këtij vendimi, edhe pse pas këtij vendimi pastaj kemi të drejtën e apelit, i cili po prap merr një kohë 2 deri në 3 vite tjera, që mund të krijojë një lehtësim të dënimit i cili do të vijë nga ana e gjykatës në muajt në vazhdim. Por ajo çfarë dua të them është se kjo do të na fusi në një lloj cikli mosbesimi tek drejtësia dhe kur mungon drejtësia, padyshim aty pastaj kemi të vështirë që të besojmë në zhvillimet e tjera të cilat do të lidhen me tryshnin që mund t'i ndodhi Kosovës për të realizuar dialog me Serbinë. Kur kjo drejtësi mungon atë tribunal të Hagës, i cili është ngritur për të nxjerrë drejtësi dhe jo për të krijuar si thua thash edhe më herët viktimën Xhelat dhe Xhelatin për të amnestuar, sepse kështu i bjen, po përkthelet Serbia dhe po Kosova po penalizohet. Atëherë më thuaj si do të ulet nesër kryeministri i Kosovës Kurti apo delegacioni i Kosovës qoftë edhe në një përbërje më të madhe me atë lloj drejtësie e cila mungon në Hag për të zhvilluar bisedime me Serbinë. Kujt do t'i besohet? Lajçakut, i cili doli me skandalet e Einstein edhe skandalet të kësaj natyre kemi edhe me personalitetet tjera në Bashkimin Evropian ku realisht ato nuk e dinë veten se ku janë në këto momente, duhet t'ju besojmë atyre dhe po prap duhet t'i kthehemi një lloj besueshmërie më të madhe dhe kërkimin si thua e kësaj zgjidhje aty ku është gjetur edhe në vitet e 90-ta tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila pa ndërhyrjen e atyre Ballkani sot mund të ishte në një zonë po prap lufte dhe konflikti. Pra Europa është treguar e paaft,